Komedia Shumë pak vrasës, e cila u ngjit si premier në skenën e teatrit Skampa, kori sukses dhe duar trokitje të panumërta nga publiku i cili e shijoi përgjatë 3 netëve të shfaqjes. Një komedi misterioze mbushur me humor, enigma dhe situata surprizuese. Me gjithë statusin që kam, ta hapo trave çanta. Ta hapo mos ta hapo. Ta provojmë. Më paskaron pa dashi. Në një shoqëri si e jona ku vrasjet janë të shpeshta, komedia vjen shumë aktuale. Regjisorja Rozi Kostani shprehet e lumtur për mikpritjen e publikut të Elbasanës. Është pritur mrekullisht mirë, jam shumë e lumtur në fakt për këtë pritje të publikut. Besoj i ka kaluar edhe pritshmëritë e mia, sepse nuk e mendoja asnjëherë që do kishte reagime kaq të forta dhe nata e dytë ishte surprizuese, pothuajse publiku e ndoqi në çdo moment dhe bëri edhe pyetjet që ne kishim parashikuar të bëheshin. Dhe kjo më gëzon pa mas, sepse kjo vepër është në një stilistik të veçantë, ndryshe nga dramaturgjia klasike. Kjo e thyen murin e katërt, e bën interaktiv publikun dhe ne jemi përpjekur për ta sjell tek publiku me problematikat tona, pra për ta gjetur vrasësin brenda nesh. Të gjithë ne jemi vrasës dhe të vrarë gjithashtu. Me profesionalizëm, humor dhe një loj plot dinamizëm, kasti aktorëve krijuan një atmosferë ku misteri dhe e qeshura ndërthureshin natyrshëm, duke rrëmbyer duar trokitje të gjata e të merituara. Unë besoj që nga publiku e patë dhe vetë, roli shumë interesant e thatë dhe juve. Unë pothuaj se në karrierën time të 30 vjeçare kam bërë të gjitha llojet e tipeve, karaktereve. Unë kam bërë dhe brenda një vepre, një femër, po themi, grua, pak në moshë, po jo shumë të madhe, dhe të gjitha personazhet gati. Këtë karakter nuk e kisha bërë deri më sot dhe besoj që është mirë pritur, ka mënuar me mjaft seriozitet, më ka pëlqyer zakonisht shumë dhe do thosha që është një specifike bukur, e vështirë dhe shumë e veçantë. Roli i Sofisë është një rol shumë i veçantë për mua, është një rol shumë sfidues, cilin e kam pritur me shumë qejf dhe shpresoj që publiku t'i ketë pëlqyer. Sofia është një vajzë e re, lozënjare, por e cila fshet vërteta të cilët ju ftoj që ta zbuloni në teatrin Skampa. Për ne publiku është shumë i rëndësishëm, sidomos në këtë shfaqje, pasi ne kemi interaksion me publikun edhe e përfshim, kërkojmë që të përgjigjen edhe të flasin her pas here, kështu që ka qenë shumë pozitiv edhe për ne na ka shërbyer shumë. Publiku i Elbasanit e ka vërtetuar gjithmonë që është on top, është në maksimum, është një publik dashamirës dhe aq më tepër e ka pritur jashtëzakonisht shumë mirë këtë komedi e cila është shumë interaktive me të. Është një komedi ndryshe nga të tjera, sepse në fakt aktori kryesor, pas aktorëve që janë vërtet në skenë, është publiku. Ne luajmë me ta, ata janë pjesë e shfaqjes, ata janë dëshmitar të asaj çfarë ndodh këtu, dhe po i zbuloj diçka në skenë, ndodh vërtet një vrasje. Dhe i ngelet publikut të ta zbuloj se kush është. Kjo është pikërisht ai çelësi që e kanë ndryshe nga çdo lloj shfaqje tjetër, çdo lloj komedie tjetër. Tempulli të Artit në Elbasan ishte të mbushur me spektatorë, të cilët ndoqën me vëmendje entuziazëm komedinë misterioze Shumë pak vrasës, një produksion që premton se do të rrugtojë në të gjithë Shqipërinë.